Izraeli kaplohet nga zjarret e shumta. Zjarri në Izrael, një nga më të mëdhat në historinë e vendit, kanë kapluar zonat pyjore mes Kutsit dhe Tel Avivit. 119 ekipe zjarr fikse dhe 10 aeroplan vazhdojnë të luftojnë zjarrin në rajonin malor të Kutsit, përkatësisht në 11 pika ku vazhdon zjarri. Brigada izraelite zjarr fiksve njoftoi se zjarri që shpërtheu në një zonë pyjore midis Kutsit dhe Tel Avivit është një nga më të mëdhat në historinë e vendit. Sipas televizionit shtetëror Izraelit Kan, drejtori rajonal i Kutsit të departamentit të zjarrfiksve të Izraelit, ka njoftuar se po luftojnë një nga zjarret më të mëdha në historinë e vendit. Jemi në mes të një zjarri shumë të madh, ndoshta zjarri më i madh që ky vend ka parë ndonjëherë, ka deklaruar Friedman. 5 vendbanime në Izrael janë evakuuar deri më tani për shkak të zjarreve që filluan në pyllin e Shtaol midis Kutsit dhe Tel Avivit. Izraeli kërkoi ndihmë ndërkombëtare nga 6 vende, përfshirë Greqinë, Kroacinë, Italinë dhe administratën greke të Qipros Jugore për t'u përgjigjur zjarrit. Zjarret që shpërthyen dje në Izrael u përhapën me shpejtësi. Autoritetet izraelite kanë bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare, pasi përpjekjet e tyre nuk patën sukses për të kontrolluar zjarret, të cilat kanë prekur një sipërfaqe prej 12.000 hektarësh.